Mirë se veni në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. Komisioni qendror I zgjedhjeve ka vendosur për rinumrimin e të gjitha votave për kandidat në 10 komuna, ndërkaq në 28 të tjera vetëm 10% e vendvotimeve. Kjo për shkak se në qendrat komunale të numrimit është evidentuar mos përputhje mes votave të numruara për kandidat dhe atyre të shënuara në flet votime. Sipas KQZ-s, vendimi për rinumrim erdhi pas raportit të sekretariatit të KQZ-s, I cili gjatë verifikimit të video incizimeve nga qendrat komunale të numrimit ka evidentuar mos përputhje mes votave të numruara për kandidat dhe atyre të shënuara në flet votime. Antari I lëvizjes vetëvendosje Alban Krasniqi tha se Këshilli për Operacione Zgjedhore ka pranuar një raport sot nga sekretariati në të cilin paraqitet kronologjia e një procesi që ka të bëjë me verifikimin e votave të numruara. Në bazë të gjeturave ka rekomanduar te sekretariati tek Këshilli për Operacione Zgjedhore themi rinumrimin e 10% të kutive të vendvotimeve në të gjithë Kosovën, kurse për 10 komuna ka rekomanduar numrimin e 100% të kutive në këto 10 komuna. Tutje Krasniqi theksoi se në 10 komuna do të bëhet rinumrimi I tërësishëm, ndërkaq në komuna tjera do të rinumrohen votat e kandidatëve në 10% të kutive të votimit. Për të siguruar transparencë dhe saktësi të procesit të numërimit që ka ndodhur në qendrat komunale të numërimit, Këshilli për Operacione Zgjedhore rekomandon tash KQZ-s që të miratoj pra rekomandimin tonë nga sekretariati që në 10 komunat të cilat I përmenda të bëhet rinumrimi I kutive në të gjitha vendvotimet e këtyre komunave, kurse në komuna tjera të bëhet deri në 10% të kutive të numrimit. Antari PDK-s në KQZ Ilir Gashi tha se mbështesin propozimin për rinumrim dhe se është shqetësuese që po ndodh një gjë e tillë. Ajo që ka më shqetëson është fakti që kjo po përsëritet, do të thonë çdo pol zgjedhje. Dhe pavarësisht masave të cilët ne gjithmonë kemi tentuar me marr masa sigurie në këtë proces zgjedhor, prapse po ndodhin gjërat e tilla. Kryesuesi I Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Kreshnik Radoniqi tha se nëse vërtetohet që ka pasur manipulime, do të inicohen raste në prokurori. Nëse pas rinumrimit konstatohet që janë manipulu votat e kandidatëve brenda partive, të gjithë do të bëhet flet paraqitje penale në prokurori për të gjithë ata që kanë numëruar dhe kanë bërë këto manipulime. Drejtori I sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Besnik Buzhala bëri të ditur se rinumrimi këtyre vendvotimeve do të fillojë sonte në orën 18. Bëhet fjalë për rinumrimin në 914 kutive të vendvotimeve, që shprehon një përqindje I bën 36% të vendvotimeve që kanë rinumruar. Rinumrimi fillon sot në ora 6 dhe ne do të njoftojmë edhe vëzhguesit e subjekteve politike. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare u mbajtën më 28 dhjetor në Kosovë. Demokracia në veprim ka vlerësuar se gjetjet e KQZ-s nga verifikimi I 2% të vendvotimeve për votat e kandidatëve dëshmojnë se procesi I numrimit ka pasur mangësi serioze të cilat cënojnë besueshmërinë dhe integritetin e rezultateve zgjedhore. DNV e ka vlerësuar të pamjaftueshëm vendimin e KQZ-s për rinumrimin e 10% të gjitha vendvotimeve dhe për rinumrimin e 100% të vendvotimeve në 10 komuna ku është vrejtur devijimi I rezultateve. Sipas DNV-s, rinumrimi I vetëm 1/3 vendvotimeve mund të prodhojë ankesa dhe kërkesa të reja për rinumrim të vendvotimeve të tjera, duke evonuar edhe më tutje procesin, andaj ka rekomanduar që të ketë rinumrim të plot të votave të kandidatëve në të gjithë vendin për të siguruar kredibilitet të procesit dhe besim të publikut në rezultatet zgjedhore. Po ashtu ka kërkuar nga organet e drejtësisë që të fillojnë hetimin e të gjitha rasteve ku ka dyshime për keqpërdorim të procesit të numrimit.
E akuzuar në rastin e rezervave shtetërore, Ministria në detyre e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari, është deklaruar plotësisht e pafajshme në seancën e shqyrtimit fillestar për këtë rast. Në një prononcim për media pas kësaj seance, procesin ndaj saj Hajdari e quajti tendencioz. Pas mungesës së saj në seancën e kaluar, Ministria në detyre e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari, bashkë me dy zyrtarët e tjerë të kësaj ministrie, Irfan Lipovicën dhe Hafiz Garen, si dhe afaristin Ridvan Muharremi, u paraqitë në gjykatën themelore në akuzat për keqpërdorim të detyrës apo autoritetit zyrtar, si dhe për zbulim të fshehësisë zyrtare. Për akuzat që rëndojnë mbi të, Ministria në detyrë Rozeta Hajdari tha se ndihet plotësisht e pafajshme. Veçma nga dalë, këto jam, nuk ju iki. Ajo tha se aktakuza ndaj saj është ngritur mbi shkelje ligjore nga ana e prokurorisë speciale. Unë ndihem krejtësisht e pafajshme, sepse është një proces tendencioz nga Prokuroria Speciale e Kosovës, duke shkelur çdo procedurë ligjore, duke qenë në kundërshtim me ligjin për rezervat shtetërore dhe ligjin për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar, ka iniciuar këtë aktakuzë ndaj meje, por më rëndësishme është të theksoj se qytetarët e Kosovës nuk kanë nevojë të brengosen për konsolidimin e rezervave shtetërore, të cilën e kemi rritur në qeverinë Kurti 2, për shumë fish në kohën më të vështirë, kur ishte rezerva shtetërore e pa konsoliduar dhe jo në funksion të përgjigjes ndaj qytetarëve. Për këtë proces që është tejet i rëndësishëm për qytetarët tonë, për sigurinë e popullit tonë, megjithatë prokuroria shkeli ligjin, siç e kam theksuar edhe më herët, përkundër që ne i kemi pasur dhe jemi në proces gjyqësor me operatorët ekonomik të cilët nuk kanë përmbushur detyrimet e tyre. Të akuzuarit Rozeta Hajdari, Irfan Lipovica dhe Hafiz Gara, sipas prokurorisë, dyshohen se në bashkëkryerje kanë keqpërdorur detyrat zyrtare, me qëllim që të përfitonin pasuri për personat e tjerë, duke i shkaktuar rreth 3 milion euro dëm buxhetit të shtetit. Ata dyshohen se gjatë muajve shkurt dhe mars 2022 në kundërshtim me ligjin për prokurim publik, duke i u shmangur procesit të konkurrencës me procedurë të negocimit, kishin blerë një sasi vaji dhe një sasi gruri jashtë vendit që nuk kishin arritur kurrë në Kosovë. Ndërsa Ridvan Muharremi akuzohet për ndihmë në kryerjen e veprës penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar. Avokati i Muharremit, Mahmud Halimi, tha se klienti i tij ka qenë vetëm përkthyes gjatë procedurës së negocimit dhe se nuk ka pasur qasje në asnjë dokument të klasifikuar si sekret. Është deklaruar që nuk mund të i deklarojmë rreth fajësisë pa i pas shkresë të landës. Qysh mund deklaru për fajësinë kur s'ka shkresë të landës? Qysh do ta shkruaj unë kundërshtimin e aktakuzës pa shkresë të landës? Ato është thënë që dhe zotri Muharremi ka pas ato dokumente dhe ato kontratat që tash kresuar. Po si ka pas? Po ju lutem, nuk i ka pas. Pritni drejtësinë, pritni durimin, ta keni derisa drejtësia ta thot fjalën e vet. Zotri Muharremi mund të kemi. Kush pi thot? Jo. Kush pi thot se i ka pas? Nuk i ka pas. Jo, unë po të them me përgjegjësi plot. Ridvani ka qenë përkthyes i kompanisë turke. Aktakuza ndaj Rozeta Hajdarit dhe 3 të tjerëve u ngrit nga Prokuroria Speciale e Kosovës më 11 nëntor 2025. Ndërsa seanca e shqyrtimit fillestar për rastin e rezervave shtetërore u mbyll për publikun me qëllim të, siç u tha, ruajtjes së informacionit të klasifikuar dhe mbrojtjes së dëshmitarëve në këtë çështje. Seanca e shqyrtimit fillestar u mbyll për publikun pas dëgjimit nga trupi gjykues të mendimeve të palëve të përfshira në këtë proces gjyqësor. Prokurori special Valdet Gashi tha se shqyrtimi gjyqësor duhet të jetë i hapur me përjashtim të pjesëve që janë konsideruar sekret nga ana e prokurorisë e të cilat janë paraqitur në aktakuzë. Ne mendojmë se shqyrtimi gjyqësor duhet të jetë i hapur.
Kundër seancës së hapur ishte mbrojtja e ministrës në detyrë Rozeta Hajdari, sipas e cilës pa deklasifikim të dokumenteve asnjë seancë nuk mund të jetë publike. Avokati Florent Latifa i tha se në shumë raste bëhet fjalë për dokumente të sekreteve shtetërore, në të cilat sipas tij mbrojtja e të akuzuarve nuk ka pasur të drejtë çastjeje. Po e kuptoj të deklasifikim. Qëndrimin e prokurorisë për t'i vënë mjeku kësaj çështje se s'ka ndodhur kur gjë, por këto dokumente që quhen sekrete kanë kaluar në duart e së paku 20 personave të cilët nuk kanë pasur certifikat të sigurisë në nivelin sekret. Avokati Irfan Lipovicës Fejim Alaj ndërkaq i propozoi gjykatës që ta obligoj prokurorin që të inicoj deklasifikimin e dosjes së rezervave shtetërore e më pas të vendose a të mbahen seancat e hapura apo të mbyllura. Të i propozoj prokurorisë inicimin për deklasifikim të dosjes së rezervave shtetërore. Kurse avokati i Hafiz Garës, Nazim Mehmeti, propozoi që të mbahet seanca e hapur me arsyetimin se është në interes të palëve dhe të qytetarëve. Pasi që jem para një dileme për të mbajtur seanca e hapura apo e mbyllur për publikun që është interes i madh për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, unë si avokat mbrojtës për ligjshmërinë e dokumentit, i cili konsiderohet sekret, kërkoj nga gjykata dhe i propozoj gjykatës që çështja kryesore të merr një mendim dhe të bëni një vlerësim a ka qenë e ligjshme apo s'ka qenë e ligjshme dokumenti sekret. Avokati i Ridvan Muharremit, Mahmud Halimi, çështjen e mbylljes së seancës i la në dorë trupit gjykues, derisa shtoi se gjithë procesi rreth rastit të rezervave shtetërore është përcjell me diskutime e propagandë. Duke u nisur fillimisht nga paraqitja e denoncimit, 3 ditë para arrestimit të klientit tim, nga një portal, i cili ka paralajmëruar se vendi do të shtrëndisur janë një skandal. Pas këtyre qëndrimeve të palëve, seanca i shqyrtimit fillestar u mbyll për publikun. Me rritjen e konfidencialitetit dhe informacionit që do të rrezikohet nga publiku. Procedurat e zhvilluara para dhomave të specializuara në Hag shfaqin mangësi të theksuar në respektimin e të drejtave themelore, thuhet në letrën e avokatit të popullit Naim Qelaj, drejtuar kryetarës së dhomave të specializuara në Hag Ekaterina Trendafilova. Ai ka shprehur shqetësimin për refuzimin e kërkesave, procedurave dhe provuese të paraqitura nga mbrojtja, ndërkaq ka thënë se ka dyshime që në Hag deponohen dokumente nga shteti serb. Në letrën drejtuar Ekaterina Trendafilova, avokati i popullit Naim Qelaj përmend edhe pranimin e disa provave nga Serbia. Po aq shqetësuese është edhe mënyra se si janë pranuar disa prova. Për ilustrim po përmend dy shembuj. Së pari kanë vërejtur pranimin e dokumenteve zyrtare që pretendohet se burojnë nga autoritetet serbe, të cilat pretendojnë ushtrim jurisdikcioni mbi territorin e Kosovës pas qershorit të vitit 1999. Kjo periudhë përkon me vendosjen e administratës së përkohshme ndërkombëtare të autorizuar nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, gjatë të cilës funksionimi i institucioneve gjyqësore serbe në Kosovë ishte i paligjshëm sipas së drejtës ndërkombëtare, siç është përcaktuar qartë edhe me vendimet e përfaqësuesit special të sekretarit të përgjithshëm. Rrjedhimisht pranimi i këtyre dokumenteve ngre shqetësime serioze si për ligjshmërinë e tyre, përfshirë sipas së drejtës ndërkombëtare publike dhe jo vetëm sipas kushtetutës, ashtu edhe për besueshmërinë e tyre provuese. Ndër të tjera, Qelaj në këtë letër thekson se është shqetësuese të shohësh një gjykat duke i refuzuar pothuajse të gjitha kërkesat procedurale dhe provuese të paraqitura nga mbrojtja. Një model ka qëndrueshëm ngri shqetësime legjitime për çekuilibër procedurial dhe paragjykim të mundshëm, të cilat mund të minojnë seriozisht besueshmërinë e procedurave gjyqësore dhe të vënë në pikpyetje trajtimin e paanshëm të akuzuarve. Letra e Qelajt, drejtuar Trendafilovës, nënvizon edhe mënyrën se si dhomat e specializuara trajtojnë paraburgimin. Praktika e vazhdueshme e mbajtjes së të gjithë të akuzuarve në paraburgim, të zgjatur dhe të pandërprer, pa shqyrtim kuptim plot të masave alternative, duket në papajtueshmëri si me kornizën e zbatueshme ligjore, ashtu edhe me standardet e konsoliduara që rrjedhin nga jurisprudenca e gjykatave ndërkombëtare dhe vendore.
Vlerësimi të rrezikut të ikjes uniformisht i lartë, siç parashtrohet nga prokuroria dhe miratohet vazhdimisht nga dhomat, i mungon një arsye timbindës, veçanërisht duke pasur parasysh se të gjithë akuzuarit janë vedërzuar dhe nuk ka prova të besueshme që sugjerojnë rrezik për ndërhyrje ndaj dëshmitarëve, duke marrë parasysh gjithashtu praninë e konsiderueshme të misionit e EULEX-it në Kosovë. Për më tepër monitorimi i komunikimeve dhe vizitave familjare, kufizimi i vizitave familjare dhe kufizime të tjera të lidhura me paraburgimin e zgjatur ngrisin shqetësime serioze për shkeljet e të drejtave themelore. E kam të vështirë të gjej ndonjë përputhje ndërmjet një regjimi kaq të ashpër të paraburgimit me parimet që rregullojnë privimin nga liria sipas standardeve të drejtësisë penale ndërkombëtare. Ndërkëtë gjykata speciale ka bërë një postim që mendohet se është reagim ndaj avokatit të popullit në Kosovë, i cili ka ngritur shqetësim për pranimin e dokumenteve nga Serbia. Fakt, një vendim për të pranuar prova nga prokuroria ose mbrojtja nuk është tregues sa pesh ose besueshmëri do t'u japin gjykatësit atyre në qoftë se do t'u japin pesh, thotë specialja në një postim në X. Ky vendim merret në kuadër të aktgjykimit në fund të paraqitjes së provave, shtohet tutje në reagim. Gjykata speciale thotë se gjatë kuvendimeve për lëshimin e aktgjykimit, trupi gjykues vlerëson secilën provë duke mbajtur parasysh tërësinë e provave të administruara në gjykim. Gjatë shqyrtimit, nëse janë vërtetuar pretendimet faktike, trupi gjykues bën një vlerësim dhe peshim tërësor duke i marrë provat në tërësi. Rregulloria nuk lejon që verdikti i fajësisë të bazohet vetëm në provat e një dëshmitari, që mbrojtja nuk ka pasur mundësi ta marrë në pyetje, thuhet në reagim. Vazhdojmë me zhvillime të tjera në skenën politike. Dilemat se kush do të jetë president i ri i Kosovës sa vije e thellohet. Në mesin e zyrtarëve të subjekteve politike po diskutohet nëse kandidati për president duhet të jetë apolitik. Ndërsa vendi është në prag të zgjedhjes së presidentit të ri që kërkon bashkëpunim ndërpartijak për sigurimin e 80 votave të nevojshme. Partia fituese e zgjedhjeve vetëvendosje ka thënë se opsionet e kandidatëve për president janë të hapura, por ky subjekt politik nuk ka një qendrim të definuar as për ambicjet e Vjosa Osmanit, e cila po kërkon mbështetje edhe për një mandat. Deputeti i zgjedhur i vetëvendosjes Artan Abrashi e ka quajtur absurde një kërkesë të kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku, i cili ka kërkuar që kandidati për president të jetë jo politik. Po, kërkesa në vetvete ka absurd, është një absurd, sepse pozita presidenti është një politike dhe ne nuk mund ta gjejmë një person i cili është politik. Pra, sa i përket çështjes të neutralitetit kemi këndvështrime të ndryshme rreth kësaj. Është shumë legjitime që ata të cilët pretendojnë pozitën e presidentit të fillojnë në një farë mënyrë një fushate për me marrë mbështetje. Por në LDK paralajmërojnë se propozimi i Abdigjikut për president jo politik mund të përkrahet nga kryesia e këtij subjekti, ndonse nënkryetari i LDK-s Gazmend Muhaxheri tha se ende nuk kanë një qendrim zyrtar. Tash e shohim mbas mbledhjeve që bëjmë, mbas koordinimeve që bëjmë, shohim çfarë qendrime bëjmë. Zyrtarisht nuk ka diçka sepse zoti Abdigjiku dje e kishte Po, kryetari e ka thonë ato, me siguri e përkrah kryesia qendrimin e tij, po të shohim. A mundemi me prit formim të institucione shpejt sipas juve? Nuk e di, varet ti neve, kjo nuk më varet. Kjo kryetarit partisë fituese ka votat në formu ku vendin e kret. Qeverinë e kret. LDK-ja gjatë ditës ka mbajtur mbledhje të udhëheqësisë në të cilën kanë biseduar ndër të tjera edhe për postin e presidentit, por pa treguar për hapat e radhës. Ditët e fundit ka pasur njoftime për mundësinë e një bashkëpunimi midis vetëvendosjes dhe LDK-s për formimin e institucioneve të reja, përfshirë edhe postin e presidentit të ri. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama ka qenë i rezervuar të flasë për zhvillimet brenda LDK-s, por ka thënë se mirëpret secilin bashkëpunim që do të kontribuante për të mirën e vendit. Mendoj që të gjithë të zgjedhurit në kryeqytet, në vend tonë edhe në Kosovë janë rezultati votave të qytetarëve
të Kosovës, për të mirën e Kosovës, prandaj çfarëdo koalicioni që hap proceset për me transformu vendin tonë për të mirë, janë të mirë se ardhura. Derisa janë shpërfaqur paqartësi rreth zgjedhjes së presidentit të ri, politologu Albinot Maloku vlerëson se të gjithë presidentet e vendit janë zgjedhur përmes bashkëpunimeve politike. Vlerëson se vetëvendosje si parti fituese e zgjedhjeve duhet me urtësi të ofrojë bashkëpunim politik. Edhe me këtë fuqi që ka lëvizja vetëvendosje, do të duhej që përmes një urtësie të kërkonte edhe një marrëveshje politike, konkretisht pse jo dhe koalicion. Që gjithë presidentët në Republikën e Kosovës, shefat e shtetit që janë zgjedhur me rendin kushtetues në Republikën e Kosovës që është, janë president të marrëveshje politike. Nëse nuk do të ketë marrëveshje politike, Maloku nuk sheh rrugë tjetër përveç zgjedhjeve të reja. Sipas renditjes gjërave, rendit kushtetues në Republikën e Kosovës, nëse nuk do të ketë mundësi që shefi shtetit zgjedhet edhe në raundin e tretë të tentimit, gjithsesi me këto parakushte shtesa që janë për të plotësuar, shkojmë zgjedhje. Ndërkohë që vendi vlon se kush do të jetë kandidat për president të ri, presidentja Vjosa Osmani, e cila ka shfaqur hapur ambicjet e saj edhe për një mandat, ka vazhduar me publikimin e videove përmbledhëse të takimeve të saj që ka pasur gjatë mandatit, veprime këto që sipas analistëve janë parë si parafushat të Osmanit. Kthehemi në studio me kronikat të tjera. Derisa në sistemin e drejtësisë po zhvillohet procesi gjyqësor për keqpërdorim të rezervave shtetërore, ku bën pjesë gruri e vaj, buka në Kosovë ka filluar të shtrejtohet. Në shumë furra një bukë është bërë 70 cent. Shkas për këtë sipas furtarëve është edhe çmimi i lartë i energjisë elektrike, por ata thonë se çmimi i bukës duhet të ruhet përmes rezervave shtetërore. Viti 2026 për qytetarët në Kosovë nisi me një valë shtrëngimësh, përveç produkteve të shumta të importuara, të cilat po vinë me çmime të larta në Kosovë, ditët e para të vitit 2026 u raportua edhe për shtrëngimin e bukës, por edhe pjekurinave të tjera në përfurrat e Kosovës. Çmimi për një bukë në fund të vitit 2025 ishte 40 deri në 50 cent. Në ditët e para të 2026-s u tha se ka shkuar deri në 70 cent. Qytetarët këtë situatë po e shohin si një tragjedi. Krejt maru, na i dhaki që ka 100, na i murë dhe 300. Jo për njerë, kjo është tragjedi. Për populatën e kom fjallën, që nështë po tragjedi. Jo keq, po shumë keq. Qa kime menu për Kosovë, kur s'ki legjë, s'ki shtetë, s'ki ku gjithë, qa kime menu? Po është shqetësum se pak, po është. Raportimet për shtrëngimin e bukës nxiton valë reagimesh ndër qytetare, me që u tha se në Kosovë çmimi i miellit ka kohë që është i lirë dhe stabil. Nëse flasim për çmimin e miellit që përdoret për bukë, do të thotë kemi një çmim mesatarisht diku 320 euro tash në treg për tonë. Çmimi i miellit për 1 kilogram i shitur me pakicë kushton mesatarisht 45 cent. Megjithatë, mielli del se nuk është shkaktar i rritjes së çmimit të bukës dhe i pjekurinave të tjera. Bislim Pnishi, furtar në Prishtinë, thotë se shkaktari kryesor i rritjes së çmimit të bukës është energjia elektrike, e cila siç thotë, brenda një periudhe të shkurtër është rrentuar 3 herë. Po është lajmëru, po si thënë të faktorët kryesor për shtretimin e bukës, sot nuk është mielli. Sot rryma elektrike 3 herë është shtrejtuar brenda vitit, deri në 300%. Fuqia punëtore, edhe elemente tjera, mielli stagnon ka njëherë, mirë po mielli shtrejtohet gjatë vitit dhe deri në 15 herë, o ka ngritje edhe ulje. Buka një herë një vjet ose në 2 vjet. Lidhur me situatën e krijuar, Pnishi thotë se institucionet në Kosovë, nëse kanë vullnet, mund të gjejnë një zgjidhje të qëndrueshme. Për me mbajtë standardin e çmimit të bukës duhet të vendosë qeveria, e jo fortari. Qeveria duhet të bën rezerva shtetërore, duhet të bën kontratë me konsumatorët, me fortarët, sigurisht me fortarët, me bën një kontratë 1 ose 2 vjeçare, me pas çmimin e garantuar të miellit dhe edhe pjesëve tjera përcjellse, me vitamina, me kuasace, me sheqere, me vaje, me krepi, me gjitha, për me konë çmimi i njëjtë i garantuar për atë kohë të caktuar.
Shtrenjtim të bukës dhe pjekurinave të tjera pati edhe në pranverën e vitit 2025. Pak kohë pasi që në Kosovë, zyra e regulatorit për energji vendosi të shtrenjtoj energjinë elektrike për 16.1% për të gjithë konsumatorët, ndërkohë shqetësim mbetën para lajmërimit se në muajin mars në Kosovë do të shtrenjtohet sërish energjia elektrike. Ndërsa Kosova vazhdon të jetë në krye të listës së shteteve me rritjen më të lartë të çmimeve në rajon dhe Evropë. Agjencia e Statistikave tha se gjatë dhjetorit 2025 më së shumti u shtrenjtua energjia elektrike, e cila, krahasuar me dhjetorin e vitit 2024, u shtrenjtua për 18.3%. Produktet ushqimore u shtrenjtuan për 4.9%, pemët për 19%, mishi u shtrenjtua për 14.4%, produktet e qumshtit dhe vezët u shtrenjtuan për 9.8%. Ndërkohë, në Kosovë, norma mesatare e inflacionit vjetor u regjistrua 3.9%. Zhvlerësim të parave në Kosovë dhe shtrenjtim të produkteve të konsumit pati edhe brenda një muaji. Energjia elektrike për dallim nga muaji nëntor 2025 në dhjetor u shtrenjtua për 8.7%, mishi u shtrenjtua për 1.1%, produktet e qumshtit dhe vezët u shtrenjtuan për 0.7%. Aktualisht, Kosova është e para në Ballkan dhe Evropë sa i përket shkallës së inflacionit për muajin dhjetor, e cila arriti në 5.3%. Një shkallë të ngjashme të inflacionit për më të ulët e ka edhe Maqedonia e Veriut me 4%. Shqipëria po vazhdon të mbajë një kosto të ulët të jetesës, me që atje shkalla e inflacionit në muajin dhjetor u regjistrua 2.3%. Ndërkohë në vendet e Bashkimit Evropian, shkalla e inflacionit nga 2.2% në muajin nëntor ul në 2% në muajin dhjetor. Megjithatë, në të gjitha statistika zyrtare të vendeve të rajonit, por edhe Evropës, nuk vërehet rritja e çmimit të energjisë elektrike, sikurse në statistika zyrtare të Kosovës. Në Maqedoni, në muajin dhjetor, energjia elektrike shënoi rritje prej 1.8%, krahasuar me dhjetorin 2024. Në Shqipëri, 0.96%. Ndërkohë në Evropë, pati rënje të çmimit të energjisë prej 1.9%, krahasuar me dhjetorin e vitit të kaluar. Ndërkohë vetëm në Kosovë, rryma ka një rritje dyshifrore prej 18.3%. Kosova po shënon shkallën më të lartë të inflacionit që nga pandemia Covid. Ekspertë ekonomisë si shkaktar kryesor të rritjes së inflacionit përmendin shtrenjtimin e vazhdueshëm të energjisë elektrike, qoftë për bizneset, qoftë për ekonomitë familjare. Ndërkohë, ish-ministri i Tregtisë Ismet Mulaj përmend edhe mungesën e përkrahjes institucionale për prodhuesit në Kosovë. Prandaj do duhej që qeveria arshëm të fokusohet në reformat strukturore ekonomike në Kosovë, ku krijohet ambient zhvillimor, ku krijohet ambient investues, edhe ku gara ndërmjet bizneseve, edhe vendore, por edhe importit, domethënë prodhimeve vendore dhe importit është fair. Sot realisht dominojnë produktet e importit dhe natyrisht bizneset vendore i nënshtrohen i gare jo të barabartë. Sidomos vitin e kaluar me rritjen e çmimit të energjisë, kjo i ka qitë në treg jo të barabartë. Si shkaktar tjetër që ka ndikuar në rritjen e inflacionit, thuhet të jetë edhe mungesa e investimeve kapitale, investime të cilat do të mundësonin qarkullimin më të madh të mjeteve financiare, hapjen e vendeve të punës dhe lehtësimin e jetës së qytetarëve. Gjendja në segmentin rrugor Podujev-Prishtinë në fshatin Vranidol po krijon kolona të gjata dhe vështirësi të mëdha për qarkullim, duke nxitur ankesa të shumta nga qytetarët. Ministri në detyrë infrastrukturës Hysen Durmishi tha se aktualisht ajo rrugë po bëhet e kalueshme për qytetarët duke u mirë mbajtur me zhavor, por ai shtoi se në momentin kur do të ngrihen temperaturat, rruga do të asfaltohet. Pas shumë ankesave të banorëve, gjendja e rrugës në fshatin Vranidol, saktësisht në segmentin e rrugës Podujev-Prishtinë, po vazhdon të mbetet shqetësim i përditshëm për qytetarët. Ky aks rrugor është bërë shumë i vështirë për qarkullim, sidomos për veturat e ulta, ndërsa në orët e para të mëngjesit dhe të pasdites krijohen kolona të gjata automjetesh. Qytetarët thonë se kjo gjendje po u merr kohë dhe po u shkakton dëmtime në vetura dhe po u vështirëson qarkullimin e përditshëm drejt punës dhe shkollës. Shumë po na pengon
na jemi banor t'i veni këtu, po hinë prej 3 anëve, po kemë probleme edhe fëmijë në shkollë, një smut me pasën, nuk e di që dilet se. Nena do rrugë alternativa, nena po ato si kanë rejsh komuna ato nëse në rregullona nena, po çarkullojnë më shpejt. Po edhe kështu duft ministria si ministri me përkthau këta me shmështi me shukë zëtin asfalt, edhe nuk është bëu ka shumë. Ministri në detyrë infrastrukturës, Hysen Durmishi, tha për Radio Televizioni 21 se rruga në Vranidol po mirëmbahet rregullisht me zhavor dhe se me rritjen e temperaturave do të nisë edhe puna me asfaltimin e saj. Ndërkohë eksperti i trafikut Bekim Ahmeti vlerëson se situata është lënë pas dore tejmase dhe mungesa e mirëmbajtjes ka ndikuar drejt për drejt në sigurinë dhe rrjedhshmërinë e komunikacionit. Tan verën kur spunon, edhe pastaj ankohen se është sezona e dimrit. Gjë që nuk ish dashur të më ndodh. Po kujni ka një verës, unë të në kohën sërë ku më kalu kur nuk është punu naturë, ose është punu shumë pak. Në çdo sezon që del, i ki ka 2-3 punëtor, me do lopata këtë vogla, edhe s'bojnë kur gjë. Dhe tëtë nuk ka dinamik të punës, nuk ka plan të punës se kur kryhet puna, nuk ka një deadline, kur ka mu përfundu, sa ka me zgjatë. Edhe kush i merë përgjegjësinë, qoftë se nuk përfundon që e urë ose që e rrugë në kohë. Kjo rrugë mbetet në gjendje të keqe dhe vazhdon të krijojë trafik të rënduar, duke u kthyer në një prej nyjeve më problematike për qarkullimin e përditshëm të automjeteve. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka njoftuar qytetarët se si pasojë e rritjes së vlerave të turbullirës në ujin e prodhuar nga fabrika për trajtimin e ujit Badoc nuk rekomandohet për pije deri në njoftimin e radhës. IKSHPK në bashkëpunim me KRU Prishtina po e përcjellin nga afër situatën me ujë të pijshëm, thuhet në njoftimin e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Këto ditë acarta është rritur fluksi qytetarëve të prekur nga gripi sezonal të cilët kërkojnë ndihmë në qendrat e mjekësisë familjare në Prishtinë. Temperatura e lartë, dhembja e fytit, kollitja dhe lodhja janë disa nga simptomat që e karakterizojnë gripin sezonal. Numri të prekurve nga gripi është rritur dukshëm ditëve të fundit në Prishtinë, duke bërë që vizitat në ambulanca dhe qendra shëndetësore të shtohen ndjeshëm. Qytetarët thonë se gripi u ka shkaktuar probleme me frymarrje dhe plogështi. Kum pas pak. Atë ka mundu? Ka mundu bukur fyti, sidomos fyti. A e ke marrë vaksinën? Vaksinën e ku marrë në vitin e kalum, ndjesht. Dhe dikun ka limo edhe vaksinat, se sigurisht mos me pas vaksinën pak ma shumë kisha vujt. Që ky grip që tasha? Po, valla, po të kallzoj drejt. Atë ka mundu? Ende e kam bile largohu se mos po ta ngjas. Jo, që një 7 ditë nuk jum nal, nuk dorëzohena mirë, po shumë ish i poshtër. Por kishte edhe qytetarët e cilët janë vaksinuar dhe nuk janë prekur nga virusi i gripit, duke treguar kujdes të shtuar. Jo, se kam pas. A je vaksinu? Po. Jo. A je vaksinu? Po. Nga qendrat e mjekësisë familjare në Prishtinë thonë se gripi mund të ketë pasoja më serioze tek të moshuarit, fëmijët e vegjël dhe personat me imunitet të dobësuar, duke nënvizuar nevojën për masa parandaluese dhe vaksinim të hershëm. Çdo kush mund të smurët nga gripi, do të thënë të gjithë grupet moshat, edhe madje edhe njerëzit e shëndetshëm, edhe ajo manifestohet me simptoma nga format që janë më të lehta deri në forma mesatare dhe në forma shumë më të rënda. Format e lehta që shkojnë zakonisht me ethe pak me temperaturë, me kollitje, me shkuari i hundve, zakonisht mund të menaxhohen edhe në shtëpi, mirë, por nëse kemi një persistim, domethënë temperaturat janë vazhdimisht të larta që ta zgjashin më shumë se 2 ditë deri në 3 ditë, atëherë edhe pastaj sepse gripi mund të jep edhe komplikime, domethënë forma më të rënda, si otite, domethënë inflamacioni të veshit të mesëm dhe të brendshëm, pastaj pneumoni, domethënë që është kërcënuese për jetën, inflamacione të muskujt të zemrës, apo miokardit atëherë, apo inflamacione të muskujve të këmbëve, të muskulaturës në përgjithësi, atëherë këto raste domethënë duhet të lajmërohen tek mjeku i familjes. Mjekja Zeqiri tha se shenjat e rrezikut për të rriturit nga ky grip janë dhimbjet e gjoksit, krahërorit, pengesa në frymarrje dhe konfuzion, për çka u shpreh se menjëherë duhet të merret trajtim mjekësor.
Një ndër format më të lira dhe më të mira të parandalimit të bartjes së virusit të influencës është vaksinimi apo imunizimi me vaksinën e gripit, e cila aplikohet nga fëmijët prej moshës 6 mujore e përpjet, domethënë. Dhe është mënyra më e mirë dhe më e lirë e parandalimit të bartjes së virusit të influencës. Mjekët këshillojnë qytetarët që të parandalojnë virusin e gripit sezonal me ajrosje të dhomës, marrjen e ushqimeve me vitamin C dhe të bëjnë aktivitete fizike. Për informacionet më të fundit, klikoni në portalin tonë rtv21.tv. Mirëmbëjtje.